njerëz që vinë dhe trumbetojnë me të madhe, që janë aty për të shërbyer qytetarëve, kërkojnë të marrin votat, kur u preket interesi personal, këta ngrejnë, përdorin dhunën, çdo lloj gjë tjetër që i prek ata. Çfarë do të ndodhte me qytetarët e thjeshtë? Pra, me qytetarët e thjeshtë ta njerëz shkojnë i marrin dhe i fusin giljotin po të duan, sepse këta janë të fortët e qytetit, sherifat, këta kanë para, këta kanë pushtet, këta blenë drejtorin e policisë derisa i blenë informacion. Dhe këta janë gatshëm që të përbradhen me çdo kënd që është më i parëndësishëm se ta. Pra, duhet të kuptojmë që realiteti në Shqipëri është një realitet që frymëzon dhunë nga këta njerëz të cilët janë pasuruar përmjet pushtetit. Pra, rasti Agron Kaplanit mua më nxjerr rastin e Shkodrës, më nxjerr për plasën çdo qytet tjetër. Duhet kuptoj pozicionin e BGH-s më shumë se sa, sepse rasti Kaplanit. Nëse do dalim nga ta shtrim temën dhe për çunat do të diskutojmë një gjë. Unë ta pata thënë, ta kam thënë në emisionin e shkuar, po ta them, po ta përsëris edhe këtë në emision. Në drejtim të SPAK ka një valë të gjatë denoncimesh për krime zgjedhore. Se sa do jenë këto relevante të vërtetësisë dhe të objektit për të hetuar nga SPAK dhe sa vërtetësi kanë brenda tyre këtë lloj denoncimesh, këtë do ta thonë organet e drejtësisë, por që ka një valë të gjerë denoncimesh që po shkon në drejtim të gjithë autoritetit të SPAK, kjo është më se sigurt. Ta përsërit apo ta përsëris, 3 qarqe të rëndësishme në Shqipëri kanë monitorim të plot nga SPAK. Është qarku Fier, qarku Lezhë dhe qarku Shkodër, ku vazhdimisht në zgjedhjet e shkuara ka pasur tentativë, ka pasur blerje, intimidim të votës, kërcënim të njerëzve të rëndësishëm. Pra, qarku Fier, Lezhë dhe qarku Shkodër. Pra, 3 qarqe shumë të rëndësishme ku SPAK ka një rrugë të shtuar. Nuk janë përcaktuese për zgjedhjet. Ka një gjë në qarqe përcaktuese për zgjedhjet janë Tirana, Durrësi, Elbasani. Shiko çfarë ndodh. Nëse qarku pjesa këto 3 qarqe pak a shumë janë një më poshtë, një më lart. Këtu nuk pajtohem me mendimin tënd, se dua të them një gjë. Nëse ti zotri ke partinë e Tomdoshit, që në perceptimin publik një parti që e ble votën. Nëse ti e parandalon blerjen e votës në Shkodër, ndryshon rezultati apo jo atje? Në Lezhë kemi 2 ngjarje të mëdha. Monika Kryemadhi e kapur me 800 milion lekë nga vëllezërit Noka në zgjedhjet 2015-s. A ndryshoi rezultati atë fitoi opozita? Nuk fitoi aty, nuk ndryshoi atë rezultat. Ka Monika me lekë më zotri, është kapur me politikisht, nuk po të flas për. Po edhe unë po jap detaje. Këto 3 qarqe janë qarqe që nuk janë qarqe, ka rëndësinë e tyre. Si s'ka rëndësi, më ke shumë gabim. Ka rëndësi tash. Ka prodhuar viktima për zgjedhje. Era parë dëgjoj këtë. Në zgjedhjet e vitit 2013 zotri ka pasur viktim në Laç. Edhe unë pra. Si, a ka pasur viktim në Laç? Nuk e mbaj mend tani. Po ti thua se mos e ngjarje. Në zgjedhjet e vitit 2021 në qarkun e Fierit, apo në zgjedhjet e vitit 2019 edhe me radhë, në qarkun e Fierit ka ndërhyrje të grupeve kriminale në zgjedhje. Është e faktuar kjo gjë. Pra, neve mbase duhet që për hir të pozicionet që kemi mediatikisht dhe mund ta ruajmë atë status quo që mos përfshihemi të prëndë emra, unë dakord jam. Por janë qarqe që vendosen. Ti mendon që Fieri del gjithmonë 10-6 apo 9-7? Jo pra, nuk del kështu, sepse Fieri un kam qenë në 2021-shit, prodhoi një rezultat disfatist për Gramoz Ruçi. Nxori Gramoz Ruçi nga politika, 9-7. 9-7 pra. Por çfarë do thotë kjo? Që ti, nëse e lë këtë qark të lirë dhe nuk ble votën, opozita apo populli në atë apo qytetarët në atë qark mund vendosin me kokën e tyre të lirë. Ama nëse ti grupet kriminale i shtrinë në terren, dihet ku shkon rezultati. Nuk thash që s'është i rëndësishëm, thash që 3 qarqet që të gjithë përcaktojmë për shkak të kodit, nuk po ta them për këtë. 3 qarqet që në një farë mënyrë është Tirana që ka numrin më të madh, është Durrësi, është Elbasani. Këto lëvizin në një farë mënyrë, sepse këto tjerat konsiderohen si gjys bastione ose bastione të plota dhe nuk është se lëviz shumë. Në këtë sens e thash. Sepse në Fier sa çfarë do të ndodh, nuk fiton dot PD-ja kurrë. Qofse nuk PD-ja Denis në 2000 po ta them hiqi të gjithë elementet që ti mendon që aty mund të ketë jo ndryrë. Po bie pre perceptimit publik. Pse ta them këtë gjë ty? Po këto janë histori 30 vite. Jo, në vitin do ta them, unë do jap argumentin. Në vitin 2021, Partia Demokratike ka humbur mandatin e 7 si forcë, si subjekt politik për 1800 vota që hoqi Muslim Murrizi. Pra, u parazua, po parazimi, është fitore për opozitën në qarkun në 2021 pra. Po jo në 97 pra. Mund të jap një kundërargument. Ka marr qark, ka marr dhe një LSI-a pra. Mund të jap një kundër në Fier apo flas qarku Fier. Me që hyrën detaje për 2021-shin. Nga ana tjetër, në 2021-shin Partia Socialiste ka bërë 3 javë fushat në Fier
sepse atje partinë e kishte marrë në dorë kryetari i bashkisë, partia ishte bërë njësh me bashkinë dhe partia atje ishte e azgjësuar. Nuk është kështu. Është kështu. Unë do t'ja ka shkuar me urgjencë Gramozruçi nga Tirana atje. Nuk është Gramozruçi ka qenë për tek vjetë. Shkoleve mos i kemi njerëz. Ma kujtoj. Tani do t'jap vitin 2009, nuk e di nëse e mbaj mend. Po si se mbaj mend shumë. Jo vetëm e mbyllëm patjetër. Në 2009-ën ku grupet ishin nga pala tjetër, sepse ishin nga qeveria dhe normalisht nëse do flasim për grupet do shkojnë gjithmonë me më të fortin. U përpoq e gjithë qeveria Berisha në atë kohë dhe nuk shkoi më shumë se 9-7, 9 PS e 7 PD. Ky është maksimumi i PD-s në Fier, nuk arrin dot më. Jo, pra nuk unë mendoj që ky pra ka qenë rezultati pra. E ka humbur për këtë. Dhe atëherë PD-ja se s'ka kujtoj të ndjerit ka pas një ministër më të fortë ka pas në Fier. Dhe prap nuk arrin dot të shkonte më shumë se 7. Ka qenë Sokolodashja, po është prishur për çështjen e Rushdijes, komisionerët mbushur. Nuk ka rëndësi, po them në parim PD-ja, sikur të jetë në majën e shkëlqimit vet, kur ka qenë në pushtet ka shkuar 7. Po kthehemi te Spaku. Jo, ideja është që agent BGH-s pra janë seriozisht nisur nga ajo që tha shumë konkluzione Almeri, po kam përshtypjen ishin konkluzione në kuadër le të themi të hamendësimeve ose të një lloj, si thua, një lloj analize, po pa patur qartësi. Se para nuk dim çka ka ndodhur. Për shembull, këto janë dëshmi, nuk e dim çka ka ndodhur. Jo, unë nuk e di për shembull. Ideja që agent BGH-s janë aty me dron para zgjedhjeve. Më lër pra ta çoj. E para punës agent BGH-s me dron mund shkojnë në çdo vend e kanë drejt. Kudo të shkojnë e kanë të drejtë ligjore. Ndoshta vetëm në këto zonat e rëndësishme, nuk e di, mbi shtëpinë e kryeministrit, nuk e di, ndoshta në këto të rëndësishme veçantë ndoshta nuk kanë mundësi të përgjojnë ose të vëzhgojnë. Pra, këtë po them, e para... Ka lidh, ideja është jemi para zgjedhjeve, ta lidhim me zgjedhjet. Po këtë po them, ne nuk e dim, fati mirë është që bëhet fjalë për agjendën e BKH-s, që thotë kanë mbështetje maksimale nga Spaku, se nëse Spaku nuk mbron dot agjendën e vet, atëherë da rroft vaj me det. Spaku e bëri shumë mirë detyrën. Po një sekond pra, këtë po them. Tani ne le ta lëm Spakun ta hetojë. Nëse është kjo që thot Almeri që pas ka shpëtuar një ministër nga kjo zhurma, do ta ketë dy fisht ministri peshën e Spakut pas sa që ndodhi. Pra nuk duhet ta them, nuk dalim konkluzione. Vogël nuk është kjo, Denis. Po nuk e dim pra ç'është. Tani nuk e di tani ky me droni ka qenë për zgjedhje apo ka qenë për çështjet e pronave të biznesmenit. Nuk e dim pra këtë. Si ta të themi për këtë. Por ajo që mund të themi për Spakun është kjo, që Spaku për herë të parë po bën një gjë sui generis, se nuk konceptohet as në vend botës që një organ hetimor, një specializuar i vendit të futet kaq thellë në zgjedhje, vetëm në Shqipëri ndodh. Këtë do ta themi. Ke parë në vend, ke parë Maqedoninë e Veriutit këtë? Sepse zgjedhjet nuk vitën kaq hapur. Një sekond pra, një sekond. Krimi elektoral nuk është kaq i hapur. Dakor. Të gjitha këto janë dhe rajon këto gjëra, por nuk është kështu. Atëherë, meqense ka një lloj mosbesimit të madh palëve, Spaku ka dalë në terren dhe për mua ka bërë shumë mirë. Problemi është se do ta njohin palët, është tjetër gjë kjo. Tani Spaku detyrën e ka, e kemi thënë që ta ndaloj krimin zgjedhor para 11 majit. Se pas 11 majit ne kishim rastin e hetimit të një dosje 6 vite më vonë, ajo pi lëngun thot populli, nuk ka asnjë vlerë. Dhe unë them që meqense ata, dhe kjo është lajm i mirë që punojësit e BK-s janë me dron, gjithandej dhe ne s'dim gjë. Se ne në çdo ta merrim vesh po mos ditë ngjarja. Që do thot ata me dron mund të jenë në shumë pika të nxehta të Republikës. Dhe le ta lëm të hetojë, se s'ka rrugë tjetër më oredi. Prandaj po them që kjo historia që ne të dalim konkluzione. Spak është në terren, BGH. Po s'ka rrugë tjetër, më fal një sekond. Ne kemi dy rrugë. Ose do ecim me spekulime politike. Po ta bëjmë pyetjen më të drejtë. Për kë janë agjendet e BGH-s në terren sipas optikës tënde? Për të jep dy versione. Edhe thuaj qytetarëve këtë gjë. Predispozita është 1, 2, 3. Agjendet në terren janë për pronat Bregdet, janë për pronat Kongrapanajt. Janë për krim zgjedhor më Denis. Jo, po këtë po them pra. Po nuk e di për çfarë rasti është më burrë. Tani nëse është ashtu le ta deklarojë Spaku brenda javës dhe thotë ishin për këtë punë, kemi këto indicie dhe kaq, mbaron kjo histori. Se ç'do të thuash për këtë tani? Ç'do të thuash burrë se doli Spaku për një spekullim që kishte bërë PD-ja për Elbasanit dhe tha, "Ore jo, nuk kishin fare tek prona e këtij, tha, se kishin fare në." U bë një spekullim për policinë që thanë, nuk ka zbatuar policia urdhrin e Spakut për kontroll.
doli spaku dhe hodhi poshtë. Prandaj po them që në situatë ne jemi të destinuar mira keq ta besojmë spakun se s'ka rrugë tjetër. Ose pastaj do kalojmë tek ajo beteja e deklarata politike që jemi mësuar 30 vite. Pra, veçantia e kësaj radhe redi është vetëm spaku. Se kjo zhurma politike që shoqërohet edhe në zhurmë mediatike, kjo është një histori 30 vjeçare, nuk ka ndryshuar. Dhe unë nga habitem njërë si nuk u lodhën këta njerëz me këtë lloj historie. Tani spaku ka marrë përsipër, na ka thënë që deri me datën 11 maj, unë do bëj një punë shumë, le të themi, të përqendruar në zonat e nxehta. Dhe unë besoj që goditje do të jenë para 11 majit. Nuk po them goditje politikanësh, se politikanët në këtë periudhë janë njerëzit më të mbrojtur, në kuptimin e janë smart politikanët tanë, nuk janë lëngroshi që do dalin aty do bien në rrjetin e spakut, se s'është kaq e thjeshtë. Asnjëherë s'e kanë bërë me dorën e tyre. Unë po pikërisht ata njerëzit që kanë përdorur tani do jenë në lupën e spakut. Dhe unë shpresoj që ata do ta kryejnë detyrën. Nëse se kryejnë do themi ora nuk arritën dot qëllimin, por që të vazhdojmë me këtë historinë që këtu po bëhet nami apo pse s'në rryni, kush do të rryjë? Ne nga studio. Jo, ideja është që BGH aty ka qenë për të monitoruar dhe mbas edhe për të ndërhyrë, se nuk e dim. Pra, ideja të spaku jemi. Po këto po them pra, i vetmi institucion se kjo është një le të themi, është një edhe indicje për të ndryshuar diskursin edhe nëpër media. Tani se u bë kjo puna ose do i bie që ta luftojmë ne nga studio, luftojmë krimin. Nuk bëhet ato burit ato kështu. Prandaj po them, kjo është misioni që ka marrë spaku. Në rast se do ketë rezultate, do themi bravo të qoftë. Në rast se s'do ketë, do themi nuk e bëra o zotëri këtë gjë, dështove këtu. Kaq mund të bëjmë ne. Apo jo, Floger, nuk e di çfarë mund të bësh ti më tepër. Po kape ndonjë me dron ti tani. Domethënë një koment për këtë, shto edhe faktin që është hapur një zyrë e spakut pran KQZ-s. Dëgjoj. Së fundmi. E para herë populli kur ka thënë frika ruan vreshtin, ka patur drejt. Pra, të gjitha këto lëvizjet që bëjnë institucionet, koordinimet me njëra tjetrën, zyrat e reja e kështu me radhë, si fillim kanë të bëjnë me frymën që te çojnë. Pra, japi një mesazh publik që prit se këtu tani e ka marrë situatën në dorë spaku dhe nuk lëviz dot më. Dronët. Kështu që në këtë kuptim, patjetër që është një lajm i mirë. Çfarë droni ishte njerë? Nuk e di markën, po i mirë do të jetë se ata amerikanët i sjellin ato. Kështu që në këtë kuptim është lajm i mirë që spaku ngre zyrt përbashkët atje, është lajm i mirë që spaku BGH-ja bëjnë hetime në terren, është lajm i mirë, dhe nuk është lajm i mirë për opozitën apo për mazhorancën. Është lajm i mirë për Shqipërinë. Sepse sepse jo cilësinë e zgjedhjeve, po cilësinë e demokracisë, edhe më shumë se kaq. Se zgjedhjet janë një pjesë e rëndësishme për treguar në je vend demokratik apo jo. Kështu që në këtë kuptim unë jam shumë optimist. Pra unë e shoh si lajm të mirë çdo veprim që bën spaku në kuadër të luftës kundër shitblerjes votës, deponimit, devijimit të votës së kështu me radhë, ndërsa sa i përket rastit specifik të Fierit, ne nuk kemi informacion që është e vërteta, në kuptimin se mund ta se nuk mund ta japi spaku që ne ishim aty për filan çështje, po them specifikisht. Për te deklaratë. Pra ne nuk kemi. Mund të themi ka qenë duke bërë, aty janë kandidat 11 subjekte nga sa kanë listë mbyllur në Fier? 16. Listë mbyllur. 4, 16, 20. 11 herë 20 janë 100 kandidat, praktikisht. 100 kandidat që punojnë terren, kandidat për deputet, listat hapura dhe të mbyllura. Ne nuk e dim në qoftë se ka qenë duke hetuar, duke bërë hetim për njërin prej këtyre, se cili ka qenë. E kupton? Mund të themi që mund të ketë qenë një eksponent i majt, mund të themi që mund të ketë qenë i djathtë, mund të jetë asnjëra prej tyre. Mund të jetë një operacion, mund të jetë një hetim që po ndërmerret ndaj një bande kriminale që po hetohet, më se thash. Gjithmonë lidhjet, domethënë duke hetuar bandat kriminale, këto hetime kanë nxjerrë lidhjet edhe me zgjedhjet e politikë. Patjetër më, po ka edhe raste kur jo domosdoshmërisht, por ne në kontekstin politik që jemi 3 javë pothuajse larg ditës zgjedhjeve, neve na shkon gjuha aty ku dhem dhëmbi, na shkon gjuha tek lidhjet politike.
lajmi mirë sërish në gjithë këtë që ka ndodhur, në këtë ngjarje të shëmtuar që ka ndodhur, le ta themi kështu. Lajmet e mira janë dy në fakt. E para që zoti Kaplani, pavarësisht asaj që tha Almeri, kur e ka marrë vesh kush kanë qenë, ka bërë hapin mbrapa. Është tërhequr direkt e para. Po, dhe lajmi i dytë i mirë është që në qoftë se Spaku ka thënë që ne jemi dedikuar tani siç tha Denisi për zgjedhjet, kjo është një dëshmi që janë të dedikuar realisht dhe jo vetëm duke pritur nëse denoncon dikush apo jo, por janë proaktiv, pra janë në terren. Nga do që ta kapësh, përveç konfliktit verbal që mund të ketë ndodhur që është i shëmtuar, pjesa tjetër për mua është një lajm i mirë. Ka pas përplasje fizike, thot Spaku. Redi, që ta bëj pak ne në fakt po kemi një përmirësim se siç apo ndodh. Për shembull, nga viti 96, pra zgjedhjet e fundit demokratike në Shqipëri kanë qenë 94, që referendumi i Berishës dhe ku pranuar rezultatet nga dy palët. Nga 94 dhe deri tani ne kemi pas gjithmonë probleme me zgjedhjet, në mënyra nga më ndryshme. Tani është një moment, Spaku thotë unë marr përsipër që ta rregulloj këtë çështje, po mos harrojmë sot ka vende në botë madje time për zgjedhjet patë në SBA në mënyrë tjetër, për ndërhyrje ruse or folet gjëra kësaj natyre. Pra, këto çfarë do të them me këtë që ne ishim në aksin e kundër, ne kishim një demokraci problematike që nuk e zgjidhja asnjëherë çështjen e zgjedhjeve. Tani po mundohemi ta kapim me organet represive të drejtësisë, sepse sigurisht Spaku nuk mund të jetë një organ që të rrijë sipër politikës, sepse nuk e ka këtë mision. Ndërkohë, bota nga, le të themi, ajo oazi i demokratik që ishte, se flas për perëndimin, tani ka filluar të shohë ajo problemet e veta, kështu që janë të mëdha sfidat në botë. Jo më në Shqipëri që ne kemi një kulturë të mos respektimit të ligjit dhe kultura më e madhe është që ti nuk futesh në lojë me kundërshtarin për të bërë një ndeshje të ndershme, po ti futesh përsi të gjesh mekanizmat që t'ia hedhësh kundërshtarit. Kundërshtarit bën të njëjtën gjë dhe ndërkohë arbitri kësaj radhe është ndryshe. Pra arbitri shihet çka ka ndodhur. Ne kemi patur një arbitër ndërkombëtar, po biem gjithë dakord të katërt, OSB-ja as se kupton fare se çfarë ndodh. Se kupton mentalitetin, dakor. Nuk e kupton, shkruan ca raporte. Procesin burokratik aty. Shkruan ca raporte kanë përshtypjen ato merr copy paste, kanë përshtypjen, ose merr çfarë thotë raportim mediash. Tani unë mendoj që Spaku me këtë përvojë të goditjes së grupeve në këto 4-5 vite ka krijuar një përvojë vëlla, edhe në raport me hetimin e zgjedhjeve. Dhe besoj që kësaj radhe edhe nëse po çovësh dy elementë Denis, domethënë është një që ishte Partia Demokratike, ai lajmi për 500 euro vota, shovësh dhe këtë jemi prapë tek goditja e opozitës, le të themi. Kjo ajo 500 euro, po kjo nuk është punë e Spakut vëlla. Jo, më dakord, ideja është çfarë po ndodh, po them unë, po. Ti thua pse s'po goditën nga krau tjetër? Po jo, deri tani po them unë se mbase nuk e dim atë punë. Për mendimin tim, Spaku ka një deficiencë në goditjen e krimit elektoral. Nga e nxjerr këtë konkluzion që ta bëj edhe për studion, por edhe për publikun. Spaku ka disa regjistrime në Sky ECC, disa biseda ku janë përfshirë elementë të grupeve kriminale me politikanë të ndryshëm. Mbase politikanët jo të përfshirë drejt për drejt apo të përfolur emrat e tyre. Emrat e tyre si rasti Taulant Ballës, si Berisha e nxjerr her pas here me ato bisedat që janë aty. Asnjëherë nuk kemi parë Spakun deri në këto momente që të ketë që të na thotë neve shqiptarëve apo gazetarëve, mediave në tërësi që neve kemi nisur një hetim për krimin zgjedhor. Që neve jemi duke hetuar rastet që na vijnë nga Sky ECC. Për deri tani Spaku ka qenë hermetik, ka qenë gojë mbyllur dhe nuk ka dhënë deklaratat e Dumanit, ai e thotë gjithmonë janë hetime të vazhdueshme, të gjitha përgjimet e Sky ECC. Ka një krimi elektoral mund të ndryshojë fatin e Shqipërisë. Sepse krimi është drejt për drejt indikatori kryesor i përdorur nga politika për vendosjen e rezultatit përfundimtar. Dhe një rezultat i deformuar çon gjithmonë në një keq qeverisje, Denis. Këtë duhet të them. Tani, nëse këta e tha, më thënë, këtë që po them tani e tha miku jon Rezar Kthupi herën e parë që e kishte shumë goditur dhe po e perifrazoj. Nëse tha ti do zbulosh krimin elektoral, Shkotha kap këto biseda dhe nga aty nis, me kë ka folur në grupi i Shkodrës në 2019-ën, me kë ka folur në 2021-in, me të njëjtit aktor do flasë dhe në këto zgjedhje. Pra në këtë moment ti mund të bësh
Ato hetimet e skaluarës i shërben vetëm skaluarës. Nuk mund të godasësh aktor të sotëm për me hetimet e skaluarës. Nuk shkon ai. Çfarë po thot Sali Berisha Denis? Grupit e para gjykim biles. Jo, më vjen keq. Jeni gabim. Aktual, jo. Njeriu aktual. Sali Berisha po thot, Safet Bajri po telefonon nga burgu biznesmenët. Po të përmend grupet, sepse s'do të përmend emrat, grupet e Durrësit me emër që thot janë në zgjedhje. Po të përmend Suel Çelën në çdo lloj takimi që po të. Po ta përmend Sali Berisha. Se mos mendojnë që Sali Berisha po dekonspiron një operacion SPAK-u duke thënë publikisht. Po pse do ta quash ti këtë gjë? Po tani mos e quaj. Ka një gjë, më pakta, dakord jam. E zëm që po dekonspiron. Pse SPAK-u? Se ku e dim ne që SPAK-u nuk po heton këto që thot doktori, doktori bën atë që bën çunat e kaplanait atje. Dekonspiruan dhe ai roja atje, dekonspiroi një operacion. Dhe doktori duke dalë duke thënë çdo gjë që mund të jetë duke hetuar SPAK-u, praktikisht mund të jetë duke hedhur në erë një hetim. Do t'jap një rast personal. Flogert, unë jam thirrur në SPAK për një deklaratë që kam bërë në media. Dhe ata kërkuan informacion si person o dijeni ndaj meje. Pse nuk thrasin Sali Berishën ata për këtë gjë, që të nisin një hetim për krim elektoral? Pse nuk i thonë ta zoti Berisha ti nuk duhet flasësh sepse ne jemi në këtë ngjarje? Pse nuk dalin të reagojnë? Do të SPAK-u e ka për gojën. Dhe këtu ku na çone kjo lloj? Një sekondë. Ata nuk po flasin për asgjë, mos sa flitet për SPAK-un. Ata do të rinë gjithë ditën duke bërë reagime. Jo, janë të rënda. Ai thot Sali Berisha ose Suel Çela. Berishën, se Berisha është lideri i opozitës, mund ta thashë bën një deklaratë në fushat. Ore zotrin, qofse krahaso deklaratat politike pra. Sa i mbrohet me deklaratat politike, siç je ti në këtë rast, nuk ke përgjegjësi politike në këtë rast. Berisha është lideri i opozitës, ai mund të thotë, ai një pjesë të mirë atyre i ka dhe mashtrinë, çfarë bën politik. Po janë shumë të rënda më çfarë si ka thënë? Janë shumë të rënda. Më fal, i ka thënë Fatos Nanos ai çfarë nuk i tha? Kriminal andej. Po plani Zemunit po duke i zgjidhur që prokurori i përgjithshëm ta thrisë doktorin çdo ditë. Jemi në erën e SPAK, jo në erën e prokurorisë dikursh me drejtësia dje dorë. Logjika është e njëjta gjë. Jo pra s'është e njëjta gjë. Sot SPAK-u institucioni pavarur që nis hetim për një deklaratë. Të bëj një pyetje. Emiliano Shullazi është arrestuar vetëm për një deklaratë që ka bërë në emision Opinion për zotrin.